Kalon apo nuk kalon është tjetër gjë, sot kishte edhe një reagim të Gazmend Bardit, të kreut të grupit parlamentar, I cili domethënë e lindë deri në një farë mënyrë, domethënë që nuk mund të pranohet sërish një ndryshim. Por mirë, por të kthyer ke kjo që po bënte debat Andi me Gencin. Pra, në këtë moment ku ndodhemi, opozita është, si thua, luan me të dy domenet, pra edhe nëpërmjet parlamentit apo pjesëmarrjes në institucione, edhe nëpërmjet protestës. Jo që shqetësoj që me të drejtë ngriti dhe Genci është sepse në të gjithë aksionin opozitar edhe Partia Socialiste tenton të interferoj duke krijuar pa mungesë besueshmëri të opinionit publik. U caktua, ju bë presoni, fal Genc, më fal. Mbyturi të mbyt. Po pra. Një ditë pas protestit, dje ishte shpallur data e protestës së Partisë Demokratike, ndërkohë që në seancën e fundit Partia Socialiste kërcënoi me ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Territoriale, mos gaboj, territoriale dhe u caktua si datë një ditë mbas proteste. Dhe kjo ishte një tjetër lojë qëllimshme e kësaj magjorance dhe e propagandës. Prandaj kërcet. Por nga njëra anë, shikoj, nga njëra anë dhe pjesa institucionale nuk mund të shmanget sepse nëse duhet bërë pengime, kërkime, bojkotin e kemi parë që ka dhënë pasoja të rikuperueshme në të shkuarën. Pra ajo që duhet peshuar tek opozita, nëse opozita do bëj radikalizim, duhet ta bëj brenda parlamentit, jo duke bojkotuar parlamentin. Jo, rregull, jo se për bojkot. Por që duhet që sot ai është aktori, që sot ai ka është aty, nuk e shmang dot. Por nuk duhet bërë pjesë 5 qershorit nga 3 ambasador, atëre, që e shkelmoj Edi Rama, mere fotokopjoj atë dhe vurian tavolin. Këtë duhet të bëj. Në komision ti thot, hajde këtu, këtë duhet të bëj opozita. Hajde këtu, kjo është reforma zgjedhore, nëse do të bëjmë reformë tamam. Dakord? Ti imponohesh me ligjëre, nuk po themi ne të bojkotit, iku pjesa e bojkotit. Por ti në komisionit duhet të vësh kushte që të vesh. Jo me ky kap luftë me sfat. Duhet kemi parasysh dhe faktorin ndërkombëtar. Sot faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatë, domethënë, perëndimor. Jo shumë mirë folën ata sot. Po pra, po duke qenë që ata flasin mirë. Janë motamon në mbështetje të opozitës dhe cindrimeve të opozitës sa I përket reformave që duhen realizuar. Nëse opozita radikalizon duke I bojkotu, blloku, shkon edhe kundër linjës, pra, dhe opozita është në kushtet që pjesë e reformave, këto reforma duhen bërë. Dhe të imponojë alternativën e vet. Në të kundër, në sot, nëse ti bllokon sot, do shkosh me ditë. A mund të imponojë? Që ky deri minutë të fundit, ky të prish dasmën ore. Po dakord, po të imponojë. Deri ku mund të imponojë opozita tani? Kjo është çështja. Tela, deri ku mund të imponojë? Ka një gjë që institucionalisht flas, ë? Se përveç vullnetit do të ketë besueshmëri me palëve Romir. Gjithçka që ka bërë opozita këtë periudhë është një film që ne kemi parë ndër vite. Nga 2013 këtë ka bërë disa herë. Por çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar numrat majorancë. Pra e bënte kur ishin 74 majoranca, por tani që është 83, 86, e ka shumë të vështirë. Dhe po ka lëvizur arbitri, themi atë që është. Po, ka lëvizur edhe aktorët në fushë. Por ti nuk mund t'i lesh mundësinë arbitrit që të thotë po gabon. Pra ti nuk duhet gabosh. Dje dhe më bëri shumë përshtypje. Doli zoti Bardi, mbasi lexoi raportin, tha ne thrasim qytetarët në protestë kombëtare